Sezoni veror tashmë ka përfunduar dhe si që palajmërua edhe më parë, tuneli Llogoras është bërë me pagesë. Të gjitha automjetet të cilat do të udhëtojnë në drejtim të Palasës, Dërmiut, Imarës, por edhe më në jug, apo edhe anasjelltas do të duhet që të paguajnë edhe tarifat. Teksa tashmë janë parashikuar edhe tarifat të cilat do të paguajnë të gjitha mjetet sipas edhe kategorive përkatëse. Tarifat e tunelit të Llogoras kanë hyrë në fuqi për përdoruesit e tij. Udhëzimi ka hyrë në fuqi dhe është botuar në fletoren zyrtare për gjatë ditës së premte. Ai detajon edhe tarifat e ndara në 5 kategori të automjeteve, teksa çmimet do të variojnë nga 100 lek deri në 5.000 lek të reja me TVSH. 100 lek do të jetë tarifa për motorcikletat si dhe mjetet e ngjashme me 2 rrota. 250 lek do të paguajnë si tarif drejtuesit e makinave me pasagjer, por edhe automjetet e lehta të shpërndarjes me 2 boshte deri në lartësinë 1.3 metra. 500 lek do të jetë tarifa për makinat e pasagjerëve me rimorkjo ose karvan me 2 ose më shumë boshte deri në lartësinë 1.3 metra, ndërsa 1.000 lek të reja do të jetë tarifa për furgonët, minibusët dhe automjetet e mesme 2 ose më shumë boshte me lartësi mbi 1.3 metra. 5.000 lek të reja do të duhet të paguajnë automjetet e rënda me 3 ose më shumë boshte, si autobus dhe kamion me shumë rimorkjo me lartësinë maksimale mbi 1.3 metra. Ndërkohë bëhet me dije se do të ketë edhe tarifa me abonim për përdoruesit e rregullt, por këto tarifa do të përcaktohen 6 muaj pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi. Gjithashtu, theksohet edhe fakti se nga këto tarifa për udhëtime në tunelin e Llogoras janë përjashtuar disa kategori: policia rrugore, autoambulanca dhe zjarfikset, mjetet ushtarake dhe ato të NATO-s, personat që gëzojnë statusin e invalidit kur përdorin automjete për nevoja personale, mjetet e punojësve të ARSH ose entit kombëtar të operimit rrugor gjatë detyrave. Gjithashtu, në vendim përcaktohet edhe fakti se të përjashtuar për kategorinë në kalimin në tunel janë ato mjete të cilat bëjnë transportin e lëndëve të rrezikshme.